Mirë, okay, do ta fillojmë në fakt me një festë shumë interesante dhe shumë do me thënë se dhe kuptim plot në të njëjtën kohë sepse sot kam edhe një festë me të ngrënë, Ada pa merak. E lënë më vonë. Pak më vonë, por do ta nisim me ditën kundër plagjaturës, shumë e rëndësishme në fakt. Kundër, jo dita e plagjaturës. Po pra dita kundër plagjaturës. Se jo për gjë, po do festonin. Supozohet mos të do festonte gjithë kombi. Po kështu na lën pa festë. Ajo është festë është një gjë që duhet të shënojë atë ndërgjegjësimin për çështjet e plagjaturës në industri, në të gjitha subjektet e ndryshme. Sepse në fakt këto të drejtat e autorit janë shumë të rëndësishme. Ne këtu në Shqipëri ende vuajmë përgjithsisht për të drejtat e autorit, vuajmë për çështjet e plagjaturës që njerëzit ton ore kanë bërë unë atë, po s'beson njeri më vëlla, sepse ti nuk e ke me dokumenta. Ligji nuk të ndihmon në këtë aspekt. Kështu që e di çfarë ndodh sot mblidhen të gjithë njerëzit ka vënë kështu për duar. Dhe protestojnë. Dhe nxjerrin gjithë tezat e tyre origjinale. Shikoj, nuk është çudi, sa mirë që pas ka një festë të tillë. Po, do duhet të ishte protestë në fakt. Ne kemi shënuar domethënë e kemi quajtur këtë mini rubrikën tonë si festa e ditës, por në fakt është edhe ngjarje të rëndësishme. Pra ngjarje, si më thënë, që shënojnë një gjë shumë të rëndësishme. Te ne nuk e besoj që të festohet, se kur vjen puna ne s'mund të ngelemi pasaj pa intelektual. Po, kur vjen puna ti ke edhe në parlament deputet që diplomat e tyre i kanë plagjatur, pra të kopjuara, të vjedhura, kur arrin deri aty pjesa tjetër pastaj. Nuk digjen ana juaj. Pedagog pafund. Po, kështu që është gjë shumë e rëndësishme në fakt kjo